Sa I përket takimit që kishim me përfaqësuesin e ri të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, zotin Sorensen, ne në detaje prezentuam vrejtjet tona sa I përket draft statutit të propozuar nga Bashkimi Evropian, dhe ky ishte më shumë një takim ku zoti Sorensen unë njoftuar rreth qëndrimeve tona, sësa që morëm qëndrime nga ana e tij, dhe kjo është krejtësisht normale sepse është fillimi I mandatit, mirë po u dakorduam që këto diskutimet vazhdojnë edhe më tej, për shkak se shumë prej tyre janë diskutime në nivel ekspertësh. Po flasim për çështjen në draft statutin e Bashkimit Evropian, që unë personalisht besoj se nuk janë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, nuk janë në përputhje as me vlerat dhe normat e Bashkimit Evropian dhe standardet e Këshillit të Evropës pastaj, dhe po ashtu nuk janë në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2015. Dhe një draft statuti I tillë që bie ndesh me këto të trija nuk ka se si të hyjë në fuqi, dhe as nuk besoj që do të mund të kalonte çfarëdo testi në gjykatën kushtetuese, e cila tashmë ka vendosur standarde për shumë nga këto temat vendosura brenda draft statutit, siç janë kompetencat ekzekutive të asociacionit e shumë çështje tjera, në vetë vendimin e saj të vitit 2015. Pra, më shumë ishte takim njoftues rreth qëndrimeve tona, jo vetëm për draft statutin, por edhe për procesin e dialogut në përgjithësi. Ju e përmendet me të drejtë që vlerësimi ynë përgjatë këtyre viteve të fundit ka qenë që Kosova absolutisht nuk është trajtuar në përputhje me parimin e barazisë dhe balansin në këtë proces të dialogut, ka qenë proces I njëanshëm, I cili e ka dëmtuar edhe vetë kredibilitetin e procesit. Tani me leadershipin e ri të Bashkimit Evropian, shpresojmë shumë që ky balans dhe kjo barazi të rikthehet në tavolinë, sepse do t'i ndihmonte edhe vetë kredibilitetit të procesit e si rrjedhoi, shpresoj që do të ketë rezultate më pozitive.